Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Elbasanit u miratua subvencionimi i qeras për vitin 2026. Kjo nismë synon të mbështesë familjet në nevojë për strehim, të cilat nuk mund të përballojnë pagesën e qeras në tregun e lirë, si dhe shtresat vulnerabël që përfitojnë nga skema e bonusit të qeras. Gjatë diskutimit, kryetari i Bashkisë Elbasan Gledian Llatja u bëri thirrje të gjitha familjeve që janë në nevojë të përfitojnë nga kjo mundësi, pasi afati skadon pas datës 3 nëntor. Faleminderit zoti kryetar, në fakt faleminderit që më thatë edhe mundësinë të bëj një apelim për të gjithë qytetarët, sepse është data 3 nëntor, dita e fundit e aplikimeve për bonusin e qeras. E kemi thënë që në momentin që u hap, kemi që në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak, kur u hap skema e bonusit të qeras, është një nga skemat e cila i vjen në ndihmë familjeve në nevojë, grave të dhunuara, familjeve të cilat grave të divorcuara, apo atyre që janë në vështirësi ekonomike, apo edhe shtresave të ndryshme vulnerabël, por edhe familjeve të cilat i është për një arsye apo një tjetër i është prishur banesa e tyre, e cila mund të ketë qenë e pa legalizuar dhe ka ngelur pa mundësi akomodimi në një banesë të vetëm, pra të banesë private. Dua t'i bëj apel gjithë familjeve, të gjithë atyre të cilët duan të përfitojnë nga kjo skemë, të aplikojnë deri në datë 3 nëntor është e hapur dhe është një moment i mirë që i vjen në ndihmë familjeve që janë në nevojë. Qerat, ashtu siç po e miratoni dhe ju, janë me ato me vlerë tregu, pra është mesatarja e vlerës së tregut. Më lejoni që ta lexoj në fakt projekt vendimin. Për garsonjere është 100.000 lekë të vjetra ose 10.000 lekë në muaj, për apartament 1+1 10.000 lekë në muaj ose 100.000 lekë të vjetra. Për apartamente 2+1 është 120.000 lekë ose 12.000 lekë, për apartamente 3+1 është 15.000 lekë ose 150.000 lekë të vjetra. Në fjalën e tij, kryetari Llatja solli edhe të dhëna konkrete për ecurinë e skemës.